Mirë, jemi e rikthyer, kam kënaqësinë që të kem në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë online, Eduard Tapa, psikolog. Eduard, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi ne. Eduard, besoj je njohur me vendimin e marrë një ditë më parë nga qeveria për të rihapur TikTok-un. Në fakt, pyetja që shtrohet, duke qenë se kemi parë edhe qasjen e vendeve të ndryshme, kryesisht të Bashkimit Vende të Bashkimit Evropian, që po ndërmarrin politika të veçanta pikërisht për të kufizuar aksesin në rrjetet sociale. Franca ka një iniciativë për të ndaluar pra grupmoshat 15 vjeç, pra deri në moshën 15 vjeç nuk lejohet aksesi në platformat apo rrjetet sociale. Spanja po ashtu, madje ka çuar në 16 vjeç. Ndërkohë, ky vendim për të rihapur TikTok-un, fillimisht si mendon që do të ndikojë dhe në kushtet kur le të themi këto vende të zhvilluara, po marrin masa për të kufizuar, si duhet jetë përgjigjja jonë ndaj kësaj problematike dhe pasojave që kjo mund të sjellë? Po, nga vendimi që është marrë për rikëtimin e TikTok-ut, sepse koha e cila u morë për të bërë ato verifikimet e nevojshme, pra është futur në disa filtra, masash për t'i parë të gjithë pra sa e nevojshme është edhe sa objektive ose sa e rëndësishme është edhe për vetë shoqërinë. Kjo pjesë unë mendoj që rikthimi i TikTok-ut ka ardhur në një plan masash. Sepse edhe në momentin që u bë publikimi për rikthimin e TikTok-ut, pra po të lexoj me vëmendje, pra ka një monitorim shumë të shtuar dhe një monitorim i cili futet në disa elemente më të forta sigurie. Ku një nga elementet e sigurisë është edhe mosha, që po themi para se të bënte mbyllje e parë e TikTok-ut, pra që të merresh në këtë lloj masash për mbyllje, pra mungonte kriteri moshor. Edhe ishte pikërisht mungesa e kriterit moshor një ndër arsyet që pati po themi të paktën mosha më e prekshme dhe mosha më e ndjeshme, ndoshta nga impakti viziv dhe impakti social ishte pikërisht po themi adoleshenca dhe mosha e fëmijëve, të cilët ishin më të prekur sepse edhe TikTok-u, si çdo lloj platforme tjetër sociale, ka avantazhe dhe dizavantazhe të veta. Dhe nuk i shpëton dot shumë burimeve të tjera të cilët shpesh mund të jenë pak pre edhe bullizimit të menjëhershëm, temave pastaj shfrytëzimit kibernetik të imazhit të palënë personit, po them pasojat dhe ndikimin sidomos atë adoleshentëve në efektet psikologjike që marrin pikërisht nga video me bazë burimi të thonë, apo edhe formatet e tjera të cilët janë tepër të vështirë për të realizuar në momentin që mund të shpërndan TikTok. Sepse TikTok ka një gjë që ka një algoritëm shumë të shpejtë, edhe nëse nuk merret një masë parapraka, apo nëse nuk ka masa parandaluese, është shumë e vështirë ta parandalosh pasi është bërë shpërndarja e saj. Megjithatë, gjykon sepse përmend edhe faktin që ka një vendim për ta rihapur, por njëkohësisht edhe filtra që do të kufizojnë aksesin e fëmijëve, le të themi, apo të rinjve, të grupmoshave 9-18 vjeç, nëse mund t'i referojmë, por përgjithsisht çfarë është shqetësuese është, duke qenë se ka edhe një barrierë, le të themi, në aspektin moshor për aksesin në këto platforma që është 13 vjeç, por kur në momentin që logohesh, le të themi, nuk është se aty mjafton të futesh një datëlindje që nuk është e jotja dhe sërish ke akses. Por këto filtra janë mjaftueshëm për të garantuar, le të themi, siguri gjatë aksesit? Garancia do shifet në mënyrën se si do vijohet nga momenti që TikTok-u hapet në planin e masave të reja. Të pari është pikërisht ajo sapo ju thatë që ka qenë një nga problemet që mund të logoheshte, pra të kishte një lloj aksesi, pra edhe me një emër të panjohur dhe pra me iniciale totalisht të tjera, pra jo iniciale personale të personave, dhe ishte shumë i lehtë aksesi pikërisht në rrjetin TikTok. Plani i masave të reja bën pikërisht shtimin e po themi e filtrave siguruar, që do të thotë që përveç kriterit mosh, i cili mund të jetë mbi 18 vjeç, por mund të jetë mbi 15 vjeç, pra sepse ky hark kohor i cili është marrë në shqyrtim janë parë të gjitha po themi përmirësimet ku duhet të bëhen dhe rëndësitë që duhet i jepet pikërisht kësaj platforme sociale, sepse nga gjithë platformat sociale ishte një platformë e zgjedhur për arsye se pak disa ngjarje të cilët që çuan në marrjen e këtij vendimi, le të themi. Që shkoi për të marrjen e këtij vendimi.
por kriteri mosh, po marrim një kriter mosh, po themi siç e kanë disa shtete të tjera, sepse janë dhe politikat e mediave sociale në bazë të shtetit. Po, kriteri moshor mund të jetë mburoja e parë, pra që mund të sjell, le themi, një pengesë edhe që mund të bëhet kufizuese për grupmoshat e reja në aksesin në këto platforma. Po, tani, unë nuk do të thoja kufizuese, po mund të jetë siguruese. Pra, sepse mund të jenë dy adoleshentë nga 15 vjeç, pra njëri mund ta shfrytëzojë shumë pozitivisht, sepse mund të ketë një 15 vjeçar që mund të jetë edhe një influencer shumë i mirë ose kreator shumë i mirë për publikuar, po them një adoleshent i cili pikturon bukur, ai mund të jetë një influencer shumë i mirë në aspektin e pikturës apo vizatimit apo shpërndarjes së një bullimi shumë bukur të tij. Edhe kjo do e pengonte në këtë rast. Por nëse ajo, për shembull, kriteri moshës 15 vjeç, i lejohet që të aktivizohet me emrin e vet. Pra, dytërmisht duke përdorur edhe të dhënat e tjera që mund të jenë të prindërve, pra kjo bëhet më se e lejueshme edhe për një 15 vjeçar, sepse kredencialet mbi të cilet ai ndërton profilin e tij janë totalisht të besueshme. Se përveç futjes në TikTok, pra logimit në TikTok, është shumë e rëndësishme edhe përmbajtja atyre që ti ofron. Sepse një person, po them, një adoleshent i cili e përdor, pra po i referohemi adoleshencës, sepse në TikTok janë dhe moshat e rritura që shpesh bëhen problematike, në mënyrën se si shpërndajnë, po them, materialet e tyre. Por në po flasim për një moshë që është pak më e ndjeshme dhe më impaktuar nga kjo situatë. Po pra, po edhe ekspozimi pikërisht ndaj këtyre përmbajtjeve që janë jo pak herë të dëmshme, pra janë të dëmshme, ndikojnë. Pra, e keqja nuk vjen vetëm nga ajo çfarë mund të shpërndajnë këto grup mosha, por edhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve të tjera të papërshtatshme. Zoti Halilaj, ju si e shihni, pra si e gjykoni këtë vendim, edhe nga ana tjetër, duke marrë shkas edhe nga politika që po ndjekin vendet e zhvilluara. Pra vendosin së paku e një kufiri moshor për të aksesuar në platformat online. Mendoni, në rrjetet sociale kryesisht, mendoni që edhe në Shqipëri do të ishte udhës që të vendosej një kufi për përdorimin e tyre? Pra edhe rihapja, le themi, e TikTokut të shoqërohet me masa të tjera shtesë sigurie? Normalisht ne jemi që të ndiqen procedura që ndjekin vendet më zhvilluara që kanë edhe përvoja më të mira, por ne mendojmë që moshat e reja do të marrim masa të largojmë nga rrjetet sociale, do të ambushim ditën ose me aktivitete tjera. Për shembull, një ndër gjëra që ne kemi kërkuar vazhdimisht është që shkolla të jetë me drek. Të jetë me drek që fëmijët mos jenë vetëm deri në orën 1 ose 1:30 në shkollë, por të jenë deri në orën 4. Për t'i mbajtur angazhuar, le të themi, angazhuar me aktivitete, për t'i larguar nga telefoni apo pajisjeve tjera. Dhe për t'i angazhuar të sportit e aktivitetet tjera që ta bëjnë jetën më të larmishme, të bëjnë një jetë sociale edhe me njëri tjetrin, sepse sot po na shfaqet edhe dhuna nëpër shkolla. Pra fëmijët nuk janë të shumë të socializuar me njëri tjetrin, sepse normalisht një pjesë e tyre shkojnë me furgona deri te dera e shkollës, futen brenda shkollës aty në fillim mëngjes takojnë edhe oficerin, do thotë i kemi vu emrin oficer sikur është repartu ushtarak, se mund të kishim vu një emër tjetër, kujdestar ose një emër tjetër, dhe pastaj mbarojmë mësimin, furgoni pret te dera dhe largohen. Ata duhet të jenë socializuar me mundësi socializimi me njëri tjetrin dhe nga shpeshherë bëhen edhe dhunshëm, pastaj kanë rrjetet sociale i shohin edhe si e vetmja mundësi. Duhet të kultivojmë sportin, pikturën, muzikën, aktivitetet larmishme që ata të mos jenë gjithë kohën të fokusuar vetëm te rrjetet sociale. Sa për filtrat edhe për këto, pastaj ne do të marrim përvojat më të mira perëndimore, sepse ata kanë përvojën në këtë e mjaftueshme dhe kanë bërë edhe studime në raport me rrjetet sociale dhe të mos merren masa drastike nuk duhen edhe hiq ose po të merren masa të mirë menduara, por problem kryesor për ne ngelet socializimi dhe krijimi i kushteve të favorshme që përveç mësimit ta kenë jetën e larmishme me aktivitete dhe me edhe ti suportojmë talentet që kanë, për shembull kurse pikture, muzike e tjera. Eduard, sa dakord je me këtë që tha zoti Alila, edhe në aspektin psikologjik se si mund të ndikojë
tek të rinjt një gjë e tillë, pra edhe tek fëmijët mos shumti një gjë e tillë. Pra fakti t'i mbajmë larg, të synojmë që t'i mbajmë larg pajisjeve, celularit apo pajisjeve të tjera, edhe t'i angazhojmë. Pra edhe fakti që shkollat publike të jenë me drek, sepse kjo ju mundson atyre një kohë qëndrimi më gjatë dhe ndërveprim me bashkëmoshatarët e tyre. Sa e rëndësishme është kjo gjë? Shikur, njeriu është një qenie biopsikologjike, pra është pjesa biologjike, është zhvillimi psikik, është edhe zhvillimi social. Tani, kur ne futemi në rrafshin social, sepse duhet të flasim për një kohë që ka një evolucion të jashtëzakonshëm të teknologjisë dhe sidomos informacionit apo kontakteve shumë të shpejta, të cilët bëhen nëpërmjet mediave sociale sot. Dhe duke qenë se ky evolucion është kaq shumë i shpejtë, normalisht duhet një lloj sigurie dhe një mbrojtje shumë e madhe. Duhet të bëjmë një diferencim moshor midis fëmijëve, adoleshentëve, moshave pak më të rritura dhe adulteve, sepse jo secili prej tyre ka të njëjtën mbrojtje dhe jo secili prej tyre ka të njëjtën pikpamje dhe jo të njëjtën ndjeshmëri për sa i përket mediave sociale. Është shumë e rëndësishme që në po them fazat e para, po them që në klasën e parë, të filloj dhe unë jam i mendimit gjithmonë të bëhet një lloj një lëngë psikoedukative. Edhe sa i përket pjesës digitalizimit, mediave sociale, apo dhe platformës më të fundit që ka marrë një trajt të jashtëzakonshëm siç është ChatGPT-ja, që mendoj që është një aplikacion që po sulmon më tepër sistemin arsimor. Pse e bëjmë këtë? Sepse si çdo gjë që ofron një burim shumë të shpejtë, atë lehtësinë e shpejtë, detyrimisht ndikon dhe me pasojat e veta më pas. Sepse ChatGPT-ja apo gjithë mediat të cilët japin po them një informacion shumë shpejt apo një zgjidhje apo një burim shumë të shpejtë dhe shumë të saktë, fillon të godet gjën e parë godet kreativitetin, godet kognicionin, që është zhvillimi i mendimit të fëmijës. Edhe mendimi nuk është vetëm mendimi racional, mendimi i dobishëm, por është edhe mendimi pak analitik, pra për të bërë diferencimin e dy gjërave dhe për të bërë, domethënë krahasimin midis të dyjave për të bërë zgjedhjen më të saktë. Sepse çdo gjë që vjen në masën e duhur, çdo gjë që vjen në mënyrë graduale dhe çdo gjë që merr vëmendjen e duhur, në kohën e duhur, pra mund të shihet në një formë përshtatshmërie. Çdo gjë tjetër e cila vjen në një formë mase, e cila vjen në një formë të cilën personi nuk arrin dot ta absorbojë, por ka një trajt, një përmbajtje shumë më të madhe se zhvillimi kronologjik dhe moshor, detyrimisht mund na kthehet në një pasojë. Edhe prandaj edhe prindërit shpeshherë kur bën takime ose mbledhen me prindër në shkolla arsimore etj, pra përpiqen gjithmonë të bëjnë diferencimin dhe ndarjen midis mediave sociale dhe pjesës aktive. Pse bëhet kjo? Se duhet flasim pak edhe për një moshë, sepse ka fëmijë që shkojnë në orën 8 mëngjesit në shkollë, rrin deri në orën 1. Më pas për shkak që prindërit janë në punë, ndjeken after school, ndjeken atë kohën e drekës. Edhe është një sociolog anglez, Paul Poliera, që ka bërë një studim shumë interesant. Edhe ai shpreh në përfundim të këtij studimi, që bëri tha është vërtet shumë e rëndësishme tha për të kthyer vëmendjen pak në sistemin tonë arsimor dhe shkollor, sepse një fëmijë tha në orën 8 shkon në mësim, pas mësimit shkon after school, pas after schoolit shkon më një herë në shtëpi, tha dhe krahasimi ishte bërë që një person adult i cili është në burg kishte më tepër kohë në ajrim ai se një fëmijë i cili është në sistemin arsimor. Pra, kjo është ajo kishte më shumë kohë, nuk e kuptova. Nuk e kuptova, kishte më shumë kohë, çfarë? Pra, thoshte, në studimin e tij që ishte bërë, edhe thoshte që fëmijët po kalojnë shumë pak kohë në aktivitetet e jashtme, pra shumë pak kohë në aktivitetet socializuese. Pra, në parqe, në aktivitetet sportive, në aktivitetet të cilat i japin zhvillim kreativitetit. Edhe thoshte që duke qenë se sistemi arsimor, pra, e qartë, mënyra se si funksionon tani, le themi i bën edhe këto pasoja i bën edhe më të dukshme. Edhe çështja është çfarë mund të sjellë një gjë e tillë në afatgjat. Pra si mund të ndikojë në shëndetin mendor dhe emocional të fëmijëve. Sepse pra duhet të shikojmë dhe të theksojmë këtë pjesën që nëse kreativiteti mendon që duhet vi vetëm nga aspekti viziv dhe aspekti social dhe mediave sociale, pra ose bota digjitale, pra fillon dhe kryesisht krijon një kufizim të fëmijës. Pra detyrimisht kjo e shkëput nga aktiviteti social, nga kontakti fizik, nga ndjeshmëria dhe empatia për sa i përket që merr nga socializimi me njerëzit e tjerë.
se duhet mos harrojmë gjithmonë diçka që është i pikë shumë themelore, që njeriu ne shikojmë gjithmonë nga jashtë, o të qeshur ose të mërzitur, por në brendësitë e tij është një neurokimi e cila funksionon. Dhe nëse ne bëjmë një spostim, pra në drejtim të botës digjitale, për shembull kur ne takojmë një person në jetën tonë të përditshme dhe kur japim dorën, është një kimikal, është një neurokimi e brendshme jonë, siç është oksitoksina që vjen nga kontakti njerëzor. Por nëse ne këtë humbasim në këtë drejtim dhe futem vetëm në botën digitalizuar, truni do i kalojë shpërbimet vetëm në aspektin e mediave sociale. Se e merr këtë, dhe shpesh herë ndodh për shembull që stimulohet shumë shteti nga mediat sociale, sepse algoritmi është shumë i fortë. Dhe për të mos e marrë nga mediat sociale, duhet të ruajmë raportet fizike. Se në një takim fizik, ti detyrohesh ta marrësh një person në telefon dhe ti thuash ku je, do lëm një orar për të takuar, dhe pret orën për të takuar, për të integruar dhe socializuar me të. Kurse media sociale që mund ta marrësh me një klikim në sekond. Pra dhe spostimi pikërisht i zhvillimit të një marrëdhënie, zhvillimit të një kontakti, një raporti, një aktiviteti nga ai fizik në botën e digitalizuar na krijon pastaj dhe zhvendosen gjithë kësaj neurokimie, kësaj fuqie kimike që ka trupi brenda vetes, edhe na krijon spostim. Megjithatë, Eduard, nga ajo që the, është që ne po i dëmtojmë fëmijët tanë në një formë apo në një tjetër. Pra edhe ky ritmi, kjo rutina që shkollë, më pas after school, edhe shumë pak kohë që mund të kenë fëmijët, pra kohë të lirë, cilësore, që mund të argëtohen, ky ndërveprimi me bashkëmoshatarët, ato lojrat në komunitet që tani më si gjen, pra janë gjithnjë më pak i sheh këto, por nga ana tjetër edhe ekspozimi shumë i lartë në rrjetet sociale, e ardhmja duket... Jo, në bota ka përvojat e veta dhe shumë është lidhur edhe me natyrën, edhe me fëmijët me lojën, kështu që me socializimin duhet të investohet më shumë nga qeveria në këtë aspekt, nga shteti, që fëmijët t'jenë mundësi argëtuese jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe me njëri tjetrin socializim, të ndjekin edhe prirje që kanë, sepse ka shumë fëmijë për shembull që kanë prirje në pikturë, në muzikë, edhe në shumë në sport, kështu që... Por ajo që bjem dakord është që duhet menduar seriozisht për këto. Patjetër, duhet menduar seriozisht. Mirë, Eduard, unë falenderoj sepse të ka marrë më shumë kohë nga çfarë kishim rënë dakord. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit unë, por vetëm të shtoj edhe një fjali që pra për gjithë familjet, sepse shpesh herë kur dalim dhe kemi këtë përballje me familjarët, nuk duhet parë pra si diçka e pamundur, çdo gjë mund të arrihet, por qëllimi është sepse familjet sot kanë më pak kohë, fëmijët kanë më tepër nevojë për familjarët, okay? Dhe shpesh herë në këtë divergjencë kohore, sociale, sa dhe urbane, sa dhe komunitare, pra futen njerëz dhe një shumë element. Është shumë e rëndësishme të rrisim kohën fizike me fëmijët, sepse fëmia ka jashtëzakonisht shumë nevojë për dy figurat atërore, sepse janë dy figurat eminente në jetën e tij, të dy prindrit. Madje edhe spostimi që bëhet nga prindit tek gjyqet duhet bërë në një kohë pak tranzitive, pak domethënë graduale, jo në mënyrë menjëhershme. Dhe madje unë sugjeroj kur më kontaktojnë gjithmonë prindërit, do i them gjithmonë që dhe tek kopshti, tek sherdhja apo tek shkolla, jo gjithmonë të shkojë vetëm njëri prind, të ketë një alternativë, duhet mësuar me të dyja figurat atërore, sepse janë të dyja figurat shumë të rëndësishme, janë dy figurat më modele të jetës. Pra dhe fitimi i besimit në kohë tek fëmia është një fitim i jashtëzakonshëm për gjithë hapat avangard që thonë dhe teknologjia dhe evolimi e shumë gjërave tjera, por normalisht edhe aspekti social dhe digitalizuar. Të fitosh besimin e fëmijës sot është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Dhe sa më afër të jenë fizikisht me njëri tjetrin, bota atyre do jetë më e pasur, dhe fëmia do rritet në një ambient shumë më të kultivuar. Kështu që faleminderit. Mirë, këtij mesazhi nuk kemi asgjë për t'i shtuar. Unë falenderoj Eduard. Kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit. Zoti Alilaj, po ashtu, faleminderit për kohën tuaj. Kënaqësi që ishe me ne. Pak publicitet sërish edhe do të rikthehemi në studio për të folur për mashtrimet financiare online. Publicitet dhe rikthehemi.